nga sfidat që ka sot rinia është boshllëku shpirtëror. Trit janë pjesa më e madhe e tyre janë bosh shpirtërisht. Pse kënaqemi shumë në Ramazan dhe pse presim me padurim vi Ramazani? Sepse është e vetmja që i kthen ata në shtëpinë e Zotit dhe i afron me Allahun xhaleshanu është Ramazani. Edhe kjo është mrekulli që e jep vetëm Allahu xhaleshanu. Nuk ka forcë në botë që këtë rini mund ta marrë prej rrugës apo aty në vende ku janë e t'i sjelli këtu njerëz që unë e ti se kemi parë kur një herë në Ramazani shohim ata. Kjo është ajo që bën Allahu xhaleshanu, por pjesën më të madhe të jetës rinia ndihet bosh shpirtërisht. Kjo boshllëku shpirtëror e ka bërë që rinia të jetë konsumatore. Ata kanë maninë vetëm për të blerë, vetëm për të dukur. Thash edhe i pasuri, edhe i varfër. Edhe ai ka qejf të ketë këpucët më shtrenjta, të ketë firmato, të duket përpara njerëzve të tjerë. Shif ka njerëz sot në botë janë shumë të famshëm, kanë shumë pasuri, por telefonin e ka thjesht, rrobat i ka thjeshta, makinën e ka shumë thjesht. Pse? Sepse ajo është i mbushur me diçka tjetër. Ndërsa pjesa më e madhe e rinisë, nga që kanë boshllëk shpirtëror, mundohen ta plotësojnë atë me qefe, me materializëm, por nuk ngopet njeriu, nuk ngopet kur nefsi me gjërat materiale. Se Zoti ka caktuar që nëse shpirti është i etur, nuk ka ujë edhe lëng në botë që jep freski atij njeriu. Nëse shpirti nuk ka ushqim në botë që e ngop njeriu. Nëse shpirti është bosh, nuk ka gjë që e mbush njeriu nga brenda. Prap tu vjen besimi dhe i thot atij që mbushe shpirtin tënd. Mundohu të kënaqësh shpirtin tënd se ka për të pas lezet edhe buka, edhe nëse është e thjeshtë. Ka për të shijuar ushqimin tonë. Për ndryshe ti do të hash dhe do të ngopësh. Për ndryshe je si puna e tij që vrapon mas atij mirazhet që duket në rrugë apo shkretir ku shkon atje, shef që nuk është ujë, ka qenë thjesht një gënjim, një gënjeshtër, ka qenë thjesht një mashtrim. Ky boshllëk shpirtëror ka bërë që fëmijët dhe rinia sidomos mos ketë ndjeshmëri, as për familjen, as për prindrit. Nuk e di kush është smur, nuk e di kush ka vdekur, nuk i bën më shumë përshtypje. Prandaj është e rëndësishme që rinin tonë, fëmijët tanë, t'i marrim në sebepe familjare, t'i marrim pse jo në raste fatkeqësish që ata ta përjetojnë, ta ndjenë se janë pjesë e kësaj familje.